I lindur në Tetov, I rritur në Zvicër, ndërkaq tani jeton në Itali, më saktësisht në Napoli. Është një ndër emrat më të njohur shqiptar në botën e sportit. U formua si lojtar në ekipet të Zvicrës. Në anën tjetër, mbron edhe ngjyrat e kombëtare zvicrane, ndërkaq është edhe pjesë e skuadrës së Napolit në Itali. Blerim Xhemali për herë të parë vizitoi Prishtinën. E në vazhdim mund të ndjekim materialin ekskluziv për ta. Blerim Xhemali, një ndër emrat shqiptar më të njohur në botën e fushës së gjelbërt. Filloi hapa Ciri në ekipet zvicrane ku aty formsua si lojtar, pa e ditur se një ditë ëndra e tij për të luajtur në ekipet e mëdha do të bëheshte realitet. I thjesht dhe pak sajtor pshëm u ndal para nesh për të sqaruar shumë enigma që janë krijuar për personalitetin e tij. Për të parën herë para privezë Blerimi tregoi ngritjet me hapa të shpejt në karrierë, lidhjet, ndarjet e gjithashtu edhe planet për të ardhmen. I lindur në Tetov, I rritur në Zvicër, tani jeton në Itali, por si e ndjen veten ai? Unë shqiptar jam li, shqiptar do të jem në gjë. Megjithatë, ai vazhdon të mbrojë në fushën ngjyrat e kombëtare zvicrane. Nëse Kosova do ta ndërsojë në FIFA dhe do të kishte një ofertë nga vendi ynë, a do të mbronte Xhemali ngjyrat verdhë e kaltërt? Unë kam pas shumë qejf për të luaj për atë flamurin që jam li, për atë kuqëzi. Unë më vjen keq se s'kam pas kur shanse me luaj edhe nuk mendoj se do ta kem shansën me luaj. Si u bë që Blerimi të jetë pjesë e ekipit të seniorëve zvicran qysh në moshën 17 vjeçare? Sot shkova me trenier me ekipën e parë, nesër më tha treneri ti do të luash me mua, pisha të gjë. Për mua keni një gjë shumë e mirë, shumë I kënaqur kesh se keni një se që e kam pas zhojë në kry, kam dashtë për herë me kanë futbaler, me u bë futbaler. Ai në fillim ishte një nxënës, lojtar I thjesht në skuadrën e Zvicrës, mirë po tani këmbët e tij janë shumë me vlerë. Sa bëri kjo të ndryshoj karakterin e Blerimit, kur tashmë kartoni I tij kushton miliona. Karakteri jem që është milione nuk më intereson shumë. Unë jetoj jetën që kam jetuar edhe para. Në qatë jetë me shokët I kam qato shokë që I kam patë çdo herë. Nuk I kam ndru shokët, nuk I ndroj gjëne që I kam rrethit tem. Dua gjëherë me kone ki nëson që jam. Napoli këtë vit doli e dyta në Serie A dhe kjo bën që të kualifikohet për vitin tjetër drejt për drejt në Champions League. A do të thotë kjo që do të rritet presionin ndaj lojtarëve? Është një presion më shumë, është një presion e madhe, ama ne kemi ekipën e mirë, unë mendoj se para 2 vjet kemi luajtur Champions, shumë lojtarë kanë luajtur në ligën e Championat. Nuk mendoj se do kena problem, mendoj se është një gjë shumë e mirë, për Napolin e kam pritë shumë, se Napoli ka tifozë shumë që e ndin futballin shumë, që këshirin këtë futballin. Kur lu Napoli, këtë qyteti I mshelin dyqan, I mshelin këtë restorant, s'ka veç Napoli lu. Ëndra e tij nga fëmiria është të bëjë pjesë e ekipit të Milanit. Ai një kohë kishte bisedime me këtë klub, por ende po qëndron në Napoli. Jam shumë I kënaqur, do me thonë se jam mirë. Çka po vinë mbasane, do të vije. Unë e marr për ditë për ditë. Nesra mund të vije një ofertë më mirë, mund më vije. Unë jam I kënaqur ku jam, edhe dua me vazhdu aty. Mbasane do të shqip. Xhemali e ndjen veten shumë mirë si pjesë e këtij klubi, por cili është lojtari më I mirë sipas tij në skuadrën ku ai luan? Për mua është Hamsiki. Hamsiki është lojtari për ekipën që kemi ma vash, no. Lojtari që rin një disë që ta bën që ti e pasat e mirë, që ti e shumë golla si me sfusho. Tetovari nuk është I vetmi lojtar shqiptar në Napoli. Afër tij ka edhe Valon Behramin, një tjetër lojtar shqiptar me shumë vlerë. Ne folina çdo herë shqip, shumë folina shqip. Edhe rina bashkë shpesh, jemi edhe ku shkojna, si thash parë, shkojna në darkë bashkë me Valonin. Ne jemi një grup, unë e Valoni Kanavaro, që shkojna bashkë çdo herë në darkë, dalina jashtë. E kemi shumë raportin e mirë me Valonin, se njefina që gjati 10 vit.
Pejesh i famshëm jashtë Kosovës është më ndryshe, nga si kjo ndikon shumë në jetën personale, krijon fansa anë mban botës, paparacit gjithandej, e sidomos kur je në sportin më të popularizuar. A e bën kjo vlerimi të gacmohet non-stop nga vajzat italiane? Pëllum futbol të njofin kitë, ama jo veç Napoli, kitë Italis, me femrat, është një gjatë që do të thëmë privat. Lojtar shumë i zoti në fush, sa është lojtar me femrat në jetën private? Jo, nuk jam, se unë kam qenë bashkë me dy femra deri qash. Kam qenë bashkë 4 vit edhe 2 vit me një tjetër. A i për një kohë të gjatë, ishte prej shtypit roz në Itali, paparacit, gazetarët, televizionet ishin brapa ati duke komentuar kështu çdo detaj të lidhjes së vlerimit me Miss Italia. Ajo femna dytë që kam pas, që kam qenë bashkë me atë dhe i kam kry punët që di muj që nuk jemi bashkë. Si thash parës, është një gjo se dua me nisë për familje, ajo nuk ishte për familje dhe unë mendoj edhe si jam shqiptar për mu, për familjen teme. E gjithsesi, juve vajzave me siguri ju intereson të dini, statusi i vlerimit është? Jam single edhe jam vetë. Duke pasur parasysh se rregullat e lojës futbollistike nuk lejojnë marrëdhënie të shpeshta brenda qytetit, nga se pushimi dhe çlodhja është domosdoshme për të qenë në formë si lojtar. Vlerimi i kohës së fundit është parë në top formë duke shënuar disa golla. A i bie kjo se Gjemali dhe marrëdhëniet e dashurisë kanë qenë të ndara këto muaj? Unë që di mu që jam vete dhe kam dhënë 7 golla, që mund me konderi se... Me që vlerimi e kishte herën e parë në Kosovë, nuk do të kishte kuptim pa e dërguar edhe tek stadiumi kryeqytetit, ku aty u mirëpret nga të rinjët e ekipit të Prishtinës. A largua me dëshirën që të kthehet sërish për të ndarë përsëri eksperjencat e tij me ne.